Kush është Angela Papariso, shqiptaro-kanadezja që merr drejtimin e QSUT-s? Shqiptaro-kanadezja Angela Papariso, me karrierë të gjatë në administratën publike dhe art e kulturë, është emëruar drejtoresha e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Ky emërim sjell në krye të institucionit më të madh shëndetësor në vend një eksperiencë ndërkombëtare dhe vizion për standarde të reja për kujdesin ndaj pacientëve. E shkolluar fillimisht në Shqipëri, Papariso vijoi studimet në Universitetin British Columbia dhe trajnimet në Ivy School of Business të Kanada. Në Bashkinë e Burlingtonit, Ontario, ka drejtuar sektorin e artit dhe kulturës, duke zhvilluar politika kulturore, programe arti publik dhe projekte bashkëpunimi me muze e institucionet turizmit. Papariso është aktive dhe në diasporën shqiptare, është anëtare e Këshillit Koordinues të Diasporës, ku prej muajsh kryeson në detyrë dhe si pjesë e Komitetit Strategjik të Emigrantëve dhe Boardit Turizmit Rajonal. Në vitin 2016 u vlerësua me titullin Elita e gruas shqiptare në botë, ndërsa është shpallur edhe imazhi i javës qeverisë vendore në Burlington. Në fushën e kulturës turizmit, ai ka organizuar aktivitete multikulturore, projekte e zhvillimit turistik, duke kontribuar edhe gjatë pandemisë së Covidit në krijimin e paketave të sigurta për vizitorët. Emërimi i saj në QSUT shihet si një hap i rëndësishëm që bashkon përvojën e diasporës me shëndetësinë shqiptare.